Horoskopi për ditën e hënë 16 mars 2026. Dashi. Yjet për ju, po përgatisin diçka të madhe. Mund të ndjeni si kur jeni mes dy zjarresh, njëherë doni të jepni gaz dhe njëherë doni të shtypni frenat, por mos u bëni merak. Kjo lëkundje është vetëm fillimi i një kthese të rëndësishme. Sot nuk është ditë për të marrë vendime kokë më kokë. Nëse ndjen atë dëshirën për të shpërthyer dhe për të bërë diçka pa u menduar dy herë, ndalo. Nxitimi i momentit mund t'ju prish pak punë. Do të ndjeni një forcë të madhe për të vënë rregull. Do të mblidhni menjën dhe do të pastroni rrëmujat që keni rreth vetes, qoftë në shtëpi, qoftë në shpirt. Do të fshihni çdo gjë që ju ka rënduar deri më sot. Është koha për të ndërtuar diçka të re mbi baza të forta. Mund të takoni njerëz ose do të bëni biseda që do t'ju japin fuqi. Nuk janë thjesht mohabet kafeje, por lidhje që do t'ju shërbejnë për mbarësi në të ardhmen. Dikush mund t'ju zgjas dorën dhe ju do dini si ta kapni. Kur të vinë mbrëmja, do të gjeni atë qetësinë që ju ka munguar. Shpirti juaj kërkon rehat dhe mund ta gjejë dritën që i duhet. Demi. Sot syri juaj kap çdo mundësi. Jeni bërë si një magnet. Sytë tuaj do të shohin ato mundësi që të tjerët nuk i kanë. Është një ditë ku rregulli dhe organizimi mund t'ju nxjerrin faqebardhë. Mund të keni lajme dhe ide të bukura. Mund të keni sukses nëse ndan idetë me të tjerët. Shpirti do t'ju rinohet dhe stresi i ditëve të fundit mund t'ju shkrijë si kripa në ujë. Kujdes me xhepin dhe dëshirat. Mund të keni një dëshirë të papritur për të blerë diçka të shtrenjtë apo për të dhënë pas qefit të çastit. Kujdes, këto dëshira nuk zgjasin shumë. Mendoni mirë para se të shpenzoni. Edhe nëse diçka ju pengon rrugës, ju keni një forcë të madhe për t'u çuar menjëherë në këmbë. Asgjë nuk ju mposh sot. Binjakët. Binjak, mbajini veten dhe mos u nxitoni. Për ju, sot ajri është pak i rëndë dhe mund t'ju bëjë të ndjeni sikur nuk po zini vend, por dëgjoni këtu. Sekreti i suksesit është durimi. Fjala e dhënë është besë. Kini kujdes, mos premtoni gjëra që nuk i mbani dot. Nëse ju mbyt padurimi, mund të bëni ndonjë veprim për të cilin mund t'ju vi keq më vonë. Merrni frymë thellë. Punoni me zemër. Nëse mbani veten në kontroll, do të bëni mrekulli në punët që kërkon të bëni. Edhe pse planet mund të duken sikur kanë ngecur pak, mos u bëj merak. Është koha për të rritur atë që keni në dorë dhe për t'i dhënë dritë pasioneve tuaja të vjetra. Gaforja. Dëgjoni mirë ju të shenjës së gaforret, se yjet sot kërkojnë prej jush të keni pak durim me rregullat dhe ligjet. Mos u nxitoni të thyeni rregullat, por mbajini mendjen tek qëllimi i madh. Sot është dita e artë për t'u lidhur me njerëz që kanë të njëjtat besime dhe ide si ju. Një person i veçantë, mbase dikush që nuk e pristit, do të shfaqet në horizont, por t'ju dhënë atë shkëndijën që ju duhet për të nisur projekte të mëdha që i keni lënë si pluhur mbi tavolinë. Kur ju keni një plan të qartë, edhe marrëdhëniet me të tjerët do të lulëzojnë. Sot është dita për të kërkuar mbështetje sepse bota po ju thot po. Besimi juaj i brendshëm do të jetë mburoja juaj më e fortë. Juani, sot bota rreth jush mund të duket paksa e rrëmbyer dhe njerëzit mund të kërcejnë përpjet nëse ndihen të shtrënguar. Por ju keni një dhunti sot të shihni brenda vetes tuaj. Shikoni mirë se cilat veprime tuaja po i ndezin gjakrat apo po krijojnë sfida të kota. Duke kuptuar reagimet tuaja, do të zbuloni sekrete të mëdha për veten. Lajmi i mirë është se mendja juaj sot po punon si sahat. Do të dini t'i lidhni idetë tua origjinale me punën praktike. Një bisedë mbështetëse ose një aleancë e re do t'ju rrisë vetbesimin dhe do t'ju bëjë të ndiheni si mbretër. Edhe nëse bashkëpunimi me të tjerët nuk është perfekt dhe ju vjen në majë të hundës, mos u dorëzoni. Pikërisht aty do të gjeni një mundësi të re që do t'ju shërbejë për punën apo shëndetin tuaj. Virgjëresha, ju të shenjës së Virgjëreshës bëni kujdes sot me fjalët dhe mesazhet.
Ka mundësi që telat të ngatërohen dhe dikush të mos ju kuptojë drejt, ndaj keni një vendim të madh për të marrë. Lërni të presë edhe pak. Por pavarësisht kësaj mregulle, sot do të ndjeni një forcë të madhe për të kryer misionin tuaj. Është dita perfekte për t'u lidhur me një njeri të shtrenjtë dhe për t'i dhënë një drejtim të ri gjërave. Një ndryshim i vogël në mënyrën se si shihni gjërat mund të përmbysë çdo situatë për mirë. Dikush do t'ju vijë në ndihmë dhe do t'ju jap atë shtysën e moralit që ju ka munguar. Nëse keni një qëllim afatgjatë, jeni gati të derdhni djerës dhe mund, sepse dita sot është një shërim i mirë për shpirtin. Peshorja. Peshorja sot duhet të mbajë sy tek puna që jep produkt, sepse energjia e ditës është pak e shpërndarë dhe mund t'ju bëjë të humbni lidhjet me njerëzit. Strategjia më e mirë për ju sot nuk është të kërkoni fitore të bujshme, por të ecni me hapa të vegjël dhe të sigurt. Mos harroni nevojën tuaj për pak argëtim dhe dëshirat tua të vogla. Sot është dita e duhur për të hequr qafe bagazhet e tepërta, qofshin ato sende që ju zën vend në shtëpi apo ndjenja që ju rëndojnë shpirtin. Kërkoni qetësinë dhe kohën tuaj. Nëse përkushtoheni për të përmirësuar jetën në marrëdhënie me të afërt dhe familje, do të shihni se si gjërat do të fillojnë të shkojnë në vendin e vet. Rregulli në shtëpi sjell dhe rregull në mendje. Akrepi. Sot të dashur akrep, bashkëpunimi me të tjerët mund të jetë pak i vështirë dhe nëse vazhdoni me të vjetrën. Por nëse mbështeteni tek forcat tua dhe ose qaseni njerëzve me një stil të ri, çdo gjë do të rrjedhë si një lumë. Dikush mund t'i lërë pa fjalë me një përgjigje shumë pozitive që ju nuk e prisni. Edhe pse mund të keni pak nervozizëm sot, yjet janë në anën tuaj kur vjen puna te komunikimi. Sot do të jeni aq bindës dhe magjepse sa askush nuk do t'ju thotë jo. Qofshin biseda dashurie, shkrime apo plane për hobi, do të shkëlqeni. Është koha kur lindin lidhje me vlerë të madhe. Shfrytëzoni këtë moment për të treguar talentin tuaj, sepse të tjerët do të mbeten të mrekulluar nga ajo që keni për të thënë. Shigjetari. Për ju të shigjetarit, sot mund të duket sikur bëni një hap para dhe 2 hapa pas. Mos u mundoni të rregulloni gjithë botën sot dhe mos prisni shumë nga njerëzit që keni rrotull. Dikush mund t'ju zhgënjejë me oraret apo premtimet, ndaj mos e vini fatin tuaj në duart e tyre. Megjithatë, keni një energji të jashtëzakonshme për t'u marrë me çështjet e shtëpisë dhe ato personale. Guximi juaj i brendshëm do të rritet dhe do të gjeni mbështetje aty ku nuk e mendoni. Kushtet e jetesës po përmirësohen dhe kjo do t'ju rrisë humorin. Sot do të kuptoni më mirë se si qëndron puna me paratë tua dhe çfarë duhet të prisni nga familja. Kjo ditë ju thërret të shikoni brenda vetes dhe të ndërtoni kalan tuaj aty ku ndiheni më të sigurt. Britqapi. Sot duhet të kanalizoni gjithë energjinë tuaj tek punët që përmirësojnë jetën tuaj, sepse nëse e lini veten pas dore, do të mbusheni me tension. Mund të ndjeni pak nervozizëm nëse familja apo shtëpia ju pengon planet tua për të qenë të pavarur, por nëse u jepni drejtim këtyre punëve, do të zbuloni një forcë të madhe për të zgjidhur çdo problem. Ju doni të rinovoheni, të freskoni dhe të ndryshoni jetën për mirë. Mësimi i gjërave të reja apo përkushtimi ndaj interesave tua personale është çelësi i suksesit për sot. Qoftë duke nisur një sfidë të re, qoftë duke rregulluar ato që keni, fokusi juaj do të jetë vetëpërmirësimi. Sot ju jeni zoti i fatit tuaj. Ujori. Ujor, mbajni gjërat e thjeshta sot, por mos u ndalni. Nëse merreni me aktivitete që ndërtojnë gjithçka, do të shihni se si mendimet tua do të sqarohen. Gjërat e ngatarruara do të fillojnë të zgjidhen vetë kur ju fokusoheni te qëllimet që prekni me dorë. Kjo ditë kërkon durim, ndaj mos u nxitoni të flisni për gjëra që duhet të mbahen sekrete. Kini kujdes nga gjërat që ju ndezin shpejt, por po mundoheni gjithashtu të përmbaheni. Lajmi i mirë është se në planin praktik, sidomos me paratë dhe pasurinë, do të keni një avantazh të madh.
Strategjitë që do të bëni sot për biznes dhe financa do të jenë të qelluara. Jeni në pozicionin më të mirë për të ndërtuar besim me të tjerët dhe për të korrur sukses. Peshqit. Intuita dhe mesazhet e verës po vinë drejt jush. Sot mund të jetë pak e vështirë të përqendrohesh tek punët e rënda, sepse shpirti juaj kërkon pak argëtim. Por nëse dini të largoni shpërndarjen, do t'ja dini mban. Edhe pse disa gjëra duket sikur janë pezull në ajër, ju do të fokusoheni te ato që dini me siguri dhe që janë të mundshme. Nëse merrni me përmirësimin e jetës tuaj private, do të ndjeni një fuqi që buron nga brenda. Më vonë gjatë ditës hëna do të hyjë në shenjën tuaj. Do të merrni mesazhe apo vlerësime që do t'ju bëjnë të jepni më të mirën nga vetja. Do të mësoni diçka me shumë vlerë që do t'ju bëjë të kuptoni më thellë një situatë që ju ka munduar deri tani.